Kuqov, po drejtoresa. Përshëndetje. Projekt vendimet dhe vendimet për rastet e bashkisë dhe 6%. Kemi rastet e nga fondi kushëzuar 6%, 12 familje, dhe nga rastet e bashkisë kemi 49 familje. Gjithmonë bëhet fjalë për muajin shkurt. Atere, nga këshilltarët po. Po se Po, shtuar, kishim 11 familje. Për muajin janar kishim 11, po. Tjetër problematik, kush ka nevojë të bëjë një pyetje, sugjerim apo mund të kërkoni një shpjegim. Mirë, faleminderit atere, të dy rastet bashk, kush është dakord që të miratohen dy projekt vendimet, faleminderit, kundër s'ka. Mirë, drejtoresa, faleminderit, mund largo. Vazhdojmë me pikën 3, projekt vendim për miratimin e tavaneve përgatitore për PBA 2027-2029. Drejtoresa e Financë Buxhetit, Rina, ju lutem për referim, Rina këtu. Rina, mund vini këtu për referim. Përshëndetje të gjithëve, në lidhje me tavanet përgatitore të projekt buxhetit afatmesëm 2027-2029, plani I të ardhurave dhe shpenzimeve paraqet kufit maksimal të tyre për 3 vitet e ardhshme. Në planin e të ardhurave përfshihen të ardhura të veta, të ardhura nga transferta e pakushtuar dhe të ardhura nga transferta specifike. Të dhenat janë konfirmuar nga Ministria e Financave për pjesën e grandeve dhe për pjesën e të ardhurave të veta nga Drejtoria e të ardhurave. Përgjithsisht, në këto tavane, niveli I pagave mbetet I njëjtë në 3 vitet, I njëjtë me nivelin e pagave dhe sigurimeve si në vitin 2026. Është ruajtur pjesa e shpenzimeve operative përsa I përket kontratave për shërbimet publike, kontratave që janë me sipërmarrje apo edhe ato shërbime që kryhen nga vetë bashkia. Pjesa e transfertave për institucionet është gati në të njëjtat nivele si në vitin 2026 dhe tek pjesa e fondit e emergjencës ka një përllogaritje në kufit 2 ose 3% sipas vitit të parashikuar në PBA. Niveli investimeve është parashikuar me rritje, të themi me një rritje të lehtë krahasuar me buxheti fillestar të vitit 2026, është ruajtur ky nivel I investimeve, por këto kufi shpenzimesh janë kufit maksimal të shpenzimeve brenda këtij niveli të ardhurash dhe nuk ka një detajim ende për planin e investimeve sipas viteve të PBA-s. PBA-ja ka nisur si proces, do kryhen dëgjesat publike në të gjitha njësitë administrative, do shikohen ku janë nevojat më të larta për investime dhe më pas do të vijoj edhe detajimi I planit e investimeve. Në faza e parë për këtë buxhetit afatmesëm përfundon në fund të muajit maj, dërgohet në Ministrinë e Financave, ndërkohë që plotësohet
plotësohet dhe në sistemin e menaxhimit financave vendore, që do të thotë që Ministria e Financave ka dokumentin, mund ta verifikoj ose monitoroj procesin online. Pas dërgimit të dokumentit në Ministrinë e Financave, Bashkia pret sugjerimet dhe bazuar në sugjerimet e Ministrisë Financave, sjell në Këshill dokumentin e rishikuar. Pas kësaj kalon në fazën e dytë, e cila mbaron në 15 shtator, dhe faza e tretë që mbaron në 30 nëntor me dorëzimin në Këshillin Bashkiak të dokumentit përfundimtar të buxhetit 2027 dhe PBA 27-29. Mund të them që ky është një proces që zhvillohet gjatë gjithë vitit dhe ky dokument do të pësojë disa herë ndryshime. Do të pësojë ndryshime për faktin se nga eksperjenca e viteve të kaluara ka ndodhur që edhe grandet e akorduara për bashkinë kanë qenë gjithmonë rritje dhe rritja e të ardhurave përkthehet në shpenzime. Në rast se keni ndonjë pyetje, unë jam këtu për t'ju përgjigjur. Faleminderit. Mirë, atere, Komisioni Ekonomisë, po referoni dhe ju dhe pasaj le ta lejmë bashkarisht pyetje apo diskutime. Faleminderit, kryetar. Mirë atëre, kalojmë në fazën tjetër. Ka pyetje nga ana e këshilltarëve lidhur me tavanet e programit buxhetor afatmesëm. Nëse nuk ka pyetje, diskutime, në një sqarim për katës, po Mariano. Po. Po, gjithsesi, në pritjet përgjigjes tuaj, do të shtoja që ky është një proces, që e tha dhe drejtoresha, dhe
na takon ne gjithë periudhën nga qershori dhe deri në shtator, ne si Këshill Bashkiak të organizojmë, siç bëjmë çdo vit, dëgjesat publike që janë themeli i marrjes këtyre problematikave dhe pastaj pasqyrim nga ana jonë. Pra do të kemi një proces të gjithin nga qershori deri në shtator. Dhe sigurisht ky do të vazhdoj pastaj me përfundimtarin. Megjithatë, mirë, faleminderit, po. Po, Bebi? Jo, nuk shenja jo. Dakord, atëre vazhdojmë me pikën numër 4. Projekt vendim për miratimin e planit të integritetit të Bashkisë Kuçov. Erioni, mund të referoni? Është Marsida? Okej. Po, Marsida, ju lutem, hajdeni këtu për referim. Po ky e një... Sharenci? Integritetit është një nga pikat, është nga kriteret e pasaportës garantit të performancës, të cilin bashkitë duhet ta përfitojnë dhe Bashkia Kuçovi derisa detyrim që ta aplikojë në fund të këtij viti për vitin 2027. Ne të gjitha pikat e tjera i kishim të arritura dhe kishim ngelur në një ndër pikat që quhet plani i integritetit, i cili është një instrument i rëndësishëm që synon në forcimin e transparencës, llogaridhënies dhe etikës në administratën publike. Në bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore, për një punë prej disa muajsh, me një grup pune, të ngritur nga kryetari i bashkisë, të përbërë nga disa drejtorë, kemi organizuar punën në përgjigje të një pyetësori dhe në fund kemi arritur në një të ashtu quajturin pra plan integriteti si një mekanizëm i cili ndihmon në rritjen e besimit ndaj qytetarëve, për rritjen e transparencës dhe në uljen ose evidentimin dhe më pas zvogëlimin e risjeve të integritetit, që ka të bëjë me luftën kundër korrupsionit. Në fund të gjithë punës, ne kemi arritur në një plan veprimi, prej të cilit kanë dalë disa detyra që duhen ndjekur nga administrata e Bashkisë Kuçov, dhe në fund këto do të monitorojnë dhe do të raportojnë më lartë në agjensi dhe më pas në për ministrirat përkatëse. Nuk e di, materiali besoj se është shumë i qartë. Vetë plani veprimit është një pikë e transparencës që kemi ne si bashki në lidhje me qytetarët dhe me besueshmërinë ndaj tyre. Mirë, faleminderit. Atëre, materialin sigurisht që ju e keni parë, dëgjuan dhe referimin e sekretares përgjithshme. Pyetje nga në këshilltarëve? Nuk ka sugjerime, diskutime? Mirë atëre. Kush është dakord që të miratohet ky plan i integritetit? Faleminderit. Kundër, abstenim s'ka. Vazhdojmë.
Klevi, të lutem shkurtimisht. Po. Atëherë, në këtë projekt vendim, në zbatim të VGM-s 425, 26/6/2024 për miratimin e strukturës nivelit parë të punës mësimor të punonjësve të tjerë jo mësimor në institucionet arsimore dhe në institucionet plotësuese të sistemit arsimor para universitar, të ndryshuar së fundi me VGM 127 datë 27/2/2026, propozojmë ndryshimin e nivelit pagave për pozicionet e sektorit qendrës kulturore të fëmijëve dhe sektorit të kopsheve, sipas materialit që ju keni përpara. Efektet financiare për edukatorët e kopshit fillojnë nga 1 janari 2026 dhe për pozicionet tjera nga 1 shkurti 2026. Më duhet të shtoj që në këtë material duhet të jenë edhe punojësit mbështetës të këtyre sektorëve që janë kuzhinierët, sanitaret edhe rojet, që do të kenë një rritje 2.5%, në masën 2.5% dhe këta. Po për shkak të një keq kuptimi, domethënë nuk jam pjesë e materialit, por që duhet që të shtohen, të besoj tek vendimi e Këshillit. Sa i sheve financës, Që motra Dauta. Sa deputat. Ti vendi privat? Jo, e bën atë. E marrë se çups. Mirë atëre, nga ana e këshilltarëve, le ta hedhim votim, kush është dakord që të miratohet kjo shtesë? Faleminderit, kundër, nuk ka, abstenim nuk ka.
Atëherë, siç e miratuam dhe në fillim të mbledhjes, jemi në pikën 6, projekt vendim për miratimin e programit të transparencës. Po Erion, mund të referoni. Përshëndetje të gjithëve. Me vendim numër 281 të datës 30/12/2025, Komisioneri për të drejtën e informimit të dhënave personale ka miratuar programi model të transparencës, të cilat e kanë detyrim të gjitha bashkitë për ta zbatuar dhe për ta publikuar në faqen e website-it të Bashkisë Kuçov. Programi transparencës i bashkisë ka si qëllim rritjen e hapjes së përgjegjësisë së institucionit ndaj qytetarëve, duke garantuar një akses të plotë në informacion dhe me komunikim të vazhdueshëm me publikun. Ky program synon të forcojë besimin e qytetarëve tek institucionet vendore, duke siguruar publikimin e rregullt dhe të kuptueshëm të informacionit, mbi vendimarrjen, shërbimet publike dhe përdorimin e fondeve publike. Një nga elementet kryesore të këtij programi është pika 8, që lidhet drejt për drejt me transparencën e Këshillit Bashkiak. Programi transparencës është po i njëjti që keni miratuar në vitin 2021, por këtij programi është shtuar dhe pika 8, e cila është një pikë enkas për transparencën e Këshillit Bashkiak, që do të thotë parashikohet publikimi në kohën e rendit të ditës së mbledhjeve, vendimeve të miratuara, proces verbaleve, si dhe informimi i vazhdueshëm i qytetarëve mbi aktivitetin e vendimarrjen e Këshillit. Përmes këtij programi synohet që qytetarët të kenë mundësi të informohen, të marrin pjesë dhe të komunikojnë në proceset e vendimarrjes lokale. E bërë për qeverisjen vendore, që bëhet më e hapur, më transparente dhe më pranë komunitetit. Faleminderit. Nëse ka ndonjë pyetje, atëherë programi i transparencës është bërë dhe më i thjeshtë. Në momentin tani tashmë është i publikuar në faqen e webit. Programi i transparencës në momentin që hap individi apo çdo person tjetër, mjafton të klikojë në linkun që ai dëshiron të informohet dhe ai link e çon drejt për drejt tek ajo dritare apo tek ai informacion që qytetari kërkon që të informohet mbi atë informacion që ai kërkon nga Këshilli apo nga vetë qeverisja vendore. Në një pyetje? Mirë, atëre, sigurisht që kjo është vërtet një pikë shumë e rëndësishme, i vjet theksi kudo në për takime dhe trajnime të ndryshme që bëjnë dhe vetë këshilltarët, kështu që mendoj se do seriozitetin e saj. Po Ramis. Unë mendoj që programin që tem transparencën ja ulem teknologjisë së re të informacionit, besoj që ne ato që të publicisë nuk e merr vesh. Bashkia Kuçov ka pasur një traditë mirë, ka pasur një gazetë ose buletin si të tonë, që votojsh një javë ose mbledhje këshillit atje ishin gjitha Jo mendoj që edhe për mosha që tani e pranojmë gjithë që këtu pa dominojnë moshat e vjetra tani. Unë mendoj që një nga këto mos ta lëm vetëm ke rrjete sociale këtë informimin e publikut, por mendoj që ka të forma të tjera të shkruarit. Unë kam thënë po të ishe unë kryetar bashkie, unë do bëja edhe televizion lokal. Se nuk mund të komunikosh dot me publikun, me 4 komuna dhe një bashki. Shumë e vështirë. Por, ju e dini vetë do publikon që atje, të paktën, kjo do të arrisë shumë atë nivelin e transparencë, ne i gjymë dhe për tavolinë. Nuk dim sa lek të lidhën, kërë shpenzohë, si pesë, nuk i lexon njëri ato, nuk i shikon njëri, nuk i hap njëri. Ne do të gjejmë forma të thjeshta, unë jam edhe asheker, fillojnë ata ku thëjnë përgjigje, ata që rrugë elektronika, asu që jam avokatë, mi kuptojnë. A i nuk thot i dashur qytetar.
Bashkangjitur në kërkesë tënde duhet një vërtetim që ke paguar taksë. Po thot, neni ka 104 paragrafi 10-12, bile kur e hapa njerë kurioziteti gjet ato paragrafe, dhe ajo s'bëte fare fjalë për atë që unë kërkoj. Prandaj, të shembull i dhash jo, se s'ka lidhja që ke me këshillin dhe me bashkinë. Por problemi është që ti bëj gjëra sa më të thjeshta që njerëzit ti marrin, ti kuptojnë, ata që hedhin dhe votën nesër për ty, për mua, ose për tjetrin, ose për tjetrin. Mendoj që kjo do ta forcojmë shumë punën, do rrisë shumë kontrollin. Po dhe njerëzit ca faja që si keni ju pa dashje, pa gjetur informacionin, ja u hedhin ju. Se kur njerëzit informohen, pastaj fillojnë një vetë pikat me i, kjo është faji X, kjo është faji Y. Te kisha. Faleminderit. Po. Gjithsesi, Erion lidhur me këtë pikë, Super, më thjesht. le ta shikoni në vazhdimsi, le ta keni në konsiderat. Kush është dakord që të miratohet ky program i transparencës? Faleminderit. Kundër? Kundër? Ja pra kundër s'është, abstenim jo, pro. Në ne ju keni shumë ju. Faleminderit. Jo, do të shtë diçka të thosh aty këshilltarëve për CV-n dhe foton e tyre sepse nuk i ka qerë. Kam një shtesëm. Atëre siç e kam i theksuar edhe në fillim që është në fillim që ju jeni përzgjedhur nga populli si këshilltar, e kam thënë që duhet dorëzoni tek sekretari e këshillit një foto dhe një CV-n. I keni fotot? Sepse duhen bërë transparentet. Shiko, Alda, kush mungon? Sepse duhet bërë transparente me programi transparencës që do miratohet. Okej. Mirë atëre. Vazhdojmë me pikën 7 të renditidës, informacion lidhur me qend e Dacak. Materialin e ka gjithë se cili prej jush. Kush do të referojë në emër të drejtorisë rurale? Po. Atëre shefin e shërbimit e mirëpresim. Në mbështetje të nenit 54 të ligjit 10.465 në datën 29/9/2011 për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë, gjithashtu edhe në mbështetje të VKM-s 230 23/2013 për pushtetin vendor, në mbështetje të këtyre ligjeve dhe të kësaj VKM-je, Bashkia Kuçov ndër vitesh ka marrë parasysh dhe ka zbatuar sa ka mundur ligjin dhe VKM-n, duke bërë të mundur trajtimin e qendrës e Ndacak, i cili është kryer për herë të parë në bashkinë tonë në vitin 2022, duke trajtuar 80 qenë e Ndacak me metodën e kastrim, sterilisim, vaksinim dhe lëshim. Gjithashtu në periudhën shtator-nëntor të vitit 2024, Bashkia Kuçov ka trajtuar po me të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtën metodë rreth 100 qend e Ndacak dhe aktualisht deri në këtë periudhë është bërë rehabilitimi dhe trajtimi i 180 krerëve qendve e Ndacak, duke i matrikuluar, sterilizuar, vaksinuar dhe lëshuar përsëri në territor. Gjithashtu ne jemi në pritje dhe kemi mbyllur të gjitha procedurat si drejtori për trajtimin e përsëri të këtyre qenëve e Ndacak që do të bëhet në vitin 2026. Ne si drejtori kemi mbyllur të gjitha procedurat dhe jemi në pritje të vendimarrjes. Informacionin e keni përpara nëse ka ndonjë pyetje ndonjë gjë. Po ka mund pyetje. Po, Gramos. Pyetja e parë. Ka një inventar, një numër të qenëve Ndacak në territorin e Bashkisë Kuçov? Nëse ka, sa është? E dyta. Kam disa pyetje. Ka një inventar
të qenëve familjar me të Zot. Keni bërë një inventar? Dhe se është numri? 3. A interferojnë qenë familjar me qenë në cak? Se ju vërtet bëni kastrim në të gjitha këto KSML, do më thënë, por interferojnë? Mbaj si pyetje. A ka raste kur qenë me Zot, qenë familjar, ben agresiv në komunitet, dhe çfarë masa është marë, sepse për këta pas Zot ka ngelur, dhe këtu keni shënuar që mos t'i mbajnë afër, mos t'i ushqejnë se ben më agresiv, atëre ju që se do më jepni një numër që se do jetë 180 qenë. Ku shqenë këta 180 qenë? Ku, do më thënë, sepse mund të kem një qenë në familje, do më thënë, do të ras mendjes, do më thënë, se do diçka më njane. Dhe pasaj përgjigje mund të kemi. Për sa i përket pyetjes para për inventarizimin e qenëve, ne si bashki kemi të inventarizuar qenë të cilët ne kemi mbajtur në regjistrat të posaçëm që janë të trajtuar nga ana jonë si institucion. Ndërsa, për sa i përket inventarizimit të qenëve me pronar, duhet që autoriteti kombëtar i veterinarisë dhe i mbrojtjes bimëve me drejtori në Elbastan, autoriteti punon nëpërmjet sistemit RUDA dhe nuk i ka dhënë akses asnjë bashkie nga 61 bashki të vendit për të operuar nëpërmjet sistemit RUDA dhe ka lënë jashtë sistemit RUDA për inventarizimin e qenëve vetëm një thundrak dhe qenë të ndacak. Që do të thotë ne kemi të inventarizuar zyrtarisht vetëm ata të cilët ne i kemi trajtuar. Në rastin se sistemi RUDA do hapi inventarizimin dhe regjistrat të posaçëm siç e ka bërë për gjitha kafshët e tjera që janë gjedhi, tintat e tjerë, ne do t'i procesojmë të gjitha këto kafshë. Për sa i përket pyetjes tretë që ishte interferimi, duhet ta bëni më të qartë se unë se kuptoj tamam këtë. Për sa i përket qenëve familjar, të thash që në qoftë se do hapi sistemi RUDA do regjistrohen gjithë dhe qenë familjar dhe qenë që janë enda cak. Dhe ka shumë ka Detoni për të treguar mirëqenien e familjeve në Shqipëri. Po çfarë do të i vitetojmë këta qenë? Çfarë do bie? thjesht të jenë të në sistemi RUDA Kanë shporta, kanë rregulla për të shvizur. Policia bashkiake tip kapi, kush qenë, ai që çon qenë familjar shumë pazar. Po problemi është që qenë jo familjar. Është bërë frikshme, pëse unë po t'i ignorën nga zyrën, të turrën qenë dhe uzina dhe i zbejtën e unë poshtët. Ata janë shtuar, nuk janë taksuar. Si shtuar? E kupton? Mirë. Një sekond, ja iri. Ja, ju lutem ja të dëgjojmë në kryetarin. Ata po pjellën shumë, ato buqet po Ju lutem të dëgjojmë në kryetarin. Një minut. Tani se më na pjellën qenë në importin e... O Ramis, ja të lutem. Ka thashe theme që... Ramis, të lutem. Tani ka një gjë që qenë e rrugës kanë qenë nga në problem, jo për bashkinë e Kuçovës, për çdo bashki të vendit. Ne jemi bashki e vogël, ku nuk përjashtohet realja e qenëve me një transport të paligjshëm në kundërshtim me çdo lloj ligji, duke i hedhur këto në zonën rreth Tapis. Faktikisht, grumullimi i qenëve në këtë periudhë është normalitet. Por, bashkia ka marrë masa për të minimizuar dhe për të zbatuar ligjin për kafshët e rrugës. Dhe pa ne kërkohet dhe miratimi atij fondi që ne të bëjmë kapjen e tyre në bazë të ligjit dhe sterilizimin e tyre që mos jenë agresiv për qytetarët.
Ato çfarë ka ndodhur, ne kemi qenë në kontakte të drejtë për drejta dhe me familjarët dhe nuk kemi mundësi ligjore për të vepruar pa u miratuar ligji përkatës dhe fondi përkatës për trajtim. Ndërsa ato qendra shtëpisë që tha zoti Gramos janë një faqe e posaçme që ne nuk hyjmë dot si dhe tek, për regjistrimin e tyre është një faqe e posaçme që trajtohet nga drejtoria e rajonit Elbasan. Por ne trajtojmë qendra e rrugës që mos jenë agresiv për qytetarët. Që rastet e fundit kanë qenë problematik për 2 qytetarë të cilët kanë pësuar dëmtime të rënda nga qendra e rrugës. Si çdo vit tjetër ne kemi marrë masat e dura, ky vit na detyron të marrim masa të shpejta dhe miratimin e fondit posaçëm për trajtimin ligjor të këtyre qendrave. Okej, unë gjoha mendje dhe pyetjet I kisha për të dalë tek një pjesë e diskutimit tim. Kur thash për qenë familjar, nuk flas për qenë të racave të pademshme, por të racave agresive që janë në përgollupe pallatesh, që në një moment të caktuar harrohen pa u lidhur ose brenda ashtu dhe bën të rrezikshëm për fëmijët dhe pjesën tjetër. Janë qenë me të Zot. E dyta, lidhur me pjesën e inventarit të qenëve. Ne kemi miratuar një taks për kafshët e luksit, ku përfshishin qenë, macet, gjarprinj, nuk e di ishin atje domethënë të mos ti është kafsh luksi, Po, do më kemi miratuar ne këtu në Këshill Bashkiak dhe përderisa kemi miratuar këtë lloj takse, atëherë do të kemi edhe një inventar. Okej, Rami, kur të mbarojmë ti fol për kafshë të tjera, për këto lidhur me agresionin që qend kanë bërë të disa qytetarë. Në rast agresionit të njeriut për njeriu, domethënë, dhe në raporti që merr, sepse kemi dhe avokatin këtu, dënohet personi që tani këto dënojmë tani neve se morën ja 3 javë raport ata, dhe me 3 javë raport I bie personi agresiv, domethënë ose kafshë agresive të bëj burg. Dhe lidhur me transport qenësh nga bashkitë të tjera. Hiqeni atë frazë te ky raport, sepse është e njëjta sikur të thonë nga bashkia Kuçov bëjmë transport, kush e organizon transportin? Po pra, hiqeni këtë shprehje, domethënë se s'mund të një institucion, Bashkia Elbasanit, Bashkia Kukësit të mbledh qenë dhe ti transportoj ti zbraz në Kuçov. Sepse atëherë do të bëjmë pa di dhe të kalojmë në hetim. Hiqeni këtë shprehje, s'mund ta bëjë një institucion transportin e qenëve. Është bërë e frikshme, është bërë shumë e frikshme. Aq më tepër tek parku ku dalin pleq që mund të kenë probleme kardiake. Dhe një agresion me qenë mund të ketë pasoja që neve në këto mbledhje nuk u japim dot zgjidhje nesër pas nesër. Apo mund të ketë fëmijë të vegjël. Dhe do I kthehemi këtyre gjërave tani me shumë skeptikizëm. Keni çuar në një projekt në Këshillin e Qarkut, në prefektura, ku ta diun domethënë, meqense është masive, është në Berat, është në Ur, është në keni çuar një projekt, tani dikush një projekt. Ku do vjen këta domethënë? Projekt ku të grumbullohen qenë, një ide, të grumbullohen, të trajtohen. S'mund të lihen, nuk mund të lihen në rrugë. Tani, Gramos, unë më duket se u sqarova tamam, juve dhe çdo anëtar të Këshillit Bashkiak. Bashkit nuk bëjnë transport qenësh, grupe trafikantësh të cilët në kundërshtim me ligjin kapin kafshët e rrugës dhe I hedhin në territorë caktuara është fakt, sepse në rreth Tapi janë gjetur 2 grupe qenësh të para në një ditë më parë apo një javë më parë se të ndodhte kjo e 2 qytetarëve që u sulmuan nga qendra e rrugës. Pra nuk kishte gjë gjithë periudhën e shkuar. Një ditë para janë kapur 2 tufa qenësh të cilët janë hedhur natën e një ditë para apo një javë parë se të ndodhte ajo e sulmit ai 2 qytetarëve. E dyta, kemi qytetarë që të cilët ushqejnë qenë.
Po ti shikosh lokale dhe pallate në katët e para, qytetarët duke parë një qenë të vetëm jedhin ushqim. Në moment që jedhin një qenë të vetëm, grupe qenësh mblidhen përsëri aty duke kërkuar ata ushqim tek ajo qendër që furnizohen. Këtë ne kemi marrë masa që çdo qytetar që trajton qendër kushtime e ligjin të marrë dënimin e merituar apo të marrë dëshkimet ligjore. Edhe e treta që kam unë. Tani, qenë sinqert, me qenë se më relatove. Po ashtu, edhe për të theksuar se janë vërejtur rastet të hedhjes së qenëve nga bashki të tjera. Ti qeni këtë shprehje thash, nga tani, çfarë ti më ke sjell në tani? Mire ka e shprehja po. Dhe unë jam dakord. Tani sepse kemi të bëjmë instruksione tani. Po, është duhet them nga territoret të tjera, jo nga bashki, kaq. Se nuk e pravon dot atë. Po pra. Edhe ti e qave, nga trafikant, dhe shkritu dhe grupi trafikanit. Në kryetar dhe specialisti. Unë vendin e punës e kam shumë afër parkut. Videot janë bërë virale. Nuk ishin qenë të hedhur ata që sulmuan, po ishin qenë që po bënin shumë vite që ne këmbehemi. Po ti shikosh në video, ata qenë, ata mund të jenë të kastruar, mund të kenë të gjitha, por janë agresiv se të lënë pasoja shëndeti. Në rregull, dëgjoj një sekond lutem. Për sa i përket pyetjes për të pasur një program të posaçëm në Republikën e Shqipërisë, për sa i përket pyetjes për të pasur një program të posaçëm në Republikën e Shqipërisë nuk ka asnjë qendër për trajtimin të përhershëm të qenëve ndacak. Nuk ka asnjë strehimi dhe regjistrimi e qenëve nuk e ka bërë asnjë bashki në gjithë Republikën e Shqipërisë. Dhe këtë që e them me kompetencë të plotë dhe mbaj përgjegjësi për fjalët që them. Mirë, po si mbajtet dot vrajnë. Tani ky është ne në bazë të ligjit bëjmë atë që ne na lejohet. Dhe kur nuk ka Tirana, Shkodra dhe qytetet të mëdhaja Streza, nuk mund të ketë Kuçova me kaq pak banor dhe kaq pak qenë ndacak. Mirë, po ligjet, propozimet e ligjeve vijnë nga poshtë lart. Iniciativë në nivel se ti ke bërë ai propozim e Ministria e Bujqësisë kush e mbulur këtë që të problem që tu janë bërë 5-6 sulme. Çdo njeri po e provojnë në orën 9, sidomos po që grua. Është e sulmuar 100% nga qenë. Është e frikshme në orën 8-9 të lëviz një çift shëtisin lirshëm të qof. Në fund njerëzit në orën 8-9 do lëvizin lirshëm. Tani, o zoti Ramis, realisht është një ligj për trajtimin e kapshme dhe nuk mund ta shkelim dot ligjin. Ai propozim për vrasje për gjëra është ndaluar me ligjin e Republikës së Shqipërisë. Bëni propozime të ndryshojmë ligjin. O ti bëjmë zap që ti mbajmë në vendet. Ju thotë s'ka si vend Shqipëri. Atëherë si nxjerr ligjin ti? Kur Shqipëri s'ka. Atëherë ju lutem, Ramiz ju lutem edhe një herë. Ne këto është për të kaluar radhë. Ju dëgjuam pikërisht o Ramiz. E the që kjo është për të kaluar radhën, pikërisht isha duke shpjeguar këtë gjë, që ne si kryesi e Këshillit Bashkiak do ta marrim në shqyrtim këtë problem dhe në një nga mbledhjet e ardhme do të vëmë detyrë konkrete për ekzekutivin, pra për Bashkinë Kuçov. Dhe them që këtu është e mjaftueshme që ta mbyllim edhe këtë informacion. Jemi dakord që ta mbyllim atëre? Dakord. Faleminderit. Ja pra ta thash tani më vjen keq sa po ta thash. Mirë, faleminderit. Kalojmë në pikën e tretë të rendit të ditës të ndryshme nga ana e këshilltarëve. Atëre, përpara se të filloni ju, nga ana e Alitit si këshilltar sigurisht marr një informacion që është nisur në drejtimin ton një kërkesë
e banorëve të një pallati në rrugë postare për arsyet e tyre. Ju them se kjo kërkesë nuk ka ardhur dhe në momentin që do të vi, ne do ta marrim në shqyrtim. Me tjerat mund vazhdoni ju, kush ka ndonjëri në një problematik? Po, Xhegu? Ja. Nëse ka ndonjë tjetër këshilltar, nëse jo, atëre tek të ndryshmet. Pikërisht. Tash edhe unë do bëj problem me kështu i pesdisur. Disa herë kam kontaktuar vetë të drejtorin e qëmuron elektrik. Pra të rrugën e Tapis, ka shtuar ka 2 vjetë rrugën e tjetër për 2 shtylla në Popë. Nuk dhe të thoshe këtu. Më na detyroni. A nuk e di ka na fate këtu investime, s'ka na fate. Ku t'jana do lekta, si kaloni, kush kaloj, pëse? Tjetër? Mirë, atëre... Çka të lagja Lukan Prifti, të sheshi, koshi i plerave është tërësisht i amortizuar. Tek konteneri, po. Është i amortizuar. Tani shikoni, në base të lagja ime, po mund të ketë lagja tjerë, tani. Rinovoni këto drejse se vinë, s'po flasim për më te, se po vjen beate. Atëre në kryetarë mund të... E dyta, po sekretare në Këshillit, kur ma dërzoni këte, vini dhe të kundër, se do votojnë në njërë kundër, nëse s'do ngele me absenim dhe me pro gjithkohën. Mirë, unë faktikisht po këthejmë përgjigjen e parë për njës me ndryqimin e Tapis, është një kërkesë e bede e më parë, ne jemi në pritje të një diskutimit të vogël për ca heqjen e disa kokave të ndryqusve dhe kompletimin e disa të tjerëve si pas një ndryshimi që po bëjmë në sistemin e ndryqimit. Ramis unë do të përcjellte në mënyrë të menjëshme të agjensia komunale, do të jap një afat si dhe tek do zgjidhet problemi i ndryqimit Tapi. Gjë që edhe kjo vonesë nuk justifikohet nga ana jonë. Lidhur me problemin e shpronësimit pra vareza publike në fshatin Avaleas, njësia administrative Kozare, unë jam dhe kryetari i komisionit të shpronësimeve dhe kemi vajtur dhe kemi marrë kontakt me kryetarin e fshatit dhe me një grup qytetarësh të cilët kanë qenë pjesëtar për t'i pyetur dhe për të diskutuar me ta për një zgjerim të varezave publike në fshatin Avaleas dhe parcelat përkatëse që janë ngjitur me varezat aktuale publike, kemi kërkuar nga drejtoria e SHK statusin juridik të tyre që të nisin procedurat e menjëhershme të shpronësimit. Kjo punë e di që nuk pret, por ligji na detyron që pas status juridik nga drejtoria e SHK-s nuk hedhin dot asnjë lloj hapi për të nisur procedurat e shpronësimit. Besoj se java që vjen do të jetë java e cila do të nisin menjëherë puna për zgjerimin e varezave publike në fshatin Avaleas Kozare. Për çdo lloj rasti do të japim zgjidhje të menjëhershme pavarësisht kostos. Kështu që nuk do të pengohet ky shërbim i domosdoshëm për qytetarët e fshatit Avaleas.
Tani, Gjevair, tani, jo, o ti, o Gjevair, mos diskuto, tani, ka mos situacioni se e tha në një mënyrë tjetër Gjevairi, ai që diskutohet si territor për zgjerimin e valezave publike, është lënë nga ish komisioni i tokës së fshatit, aty nuk ka pus, është bërë një shesh për hapje pusi dhe nuk ka filluar fare funksionimi i çpimit të pusit në atë territor. Dhe të gjitha pronat e Alpetrolit mbrohen me ligj, janë pasuri e Këshillit të Ministrave, administrimin e bën Alpetroli. Kështu që ne marrim staci juridik pas të veprojmë në zgjerimin e valezave publike. Dhe çdo pronë e cila është e regjistruar në shake, do kalojë me procedurë ligjore. Pa vendim të Këshillit të Ministrave nuk bëhet asnjë shpronësim. Dhe ajo tokë e mbill me ullishte, janë procedurat e njoftimit që kërkon afat kohor për të vazhduar me zgjerimin e valezave publike. Asnjë pronë nuk merret pa ligj. Çdo gjë do merret mbas të ligjit. Tani kjo gjë është e mbyllur, Xhevair. Tani do të japim zgjidhje të menjëhershme për ligjit. Është e mbyllur ajo që. Tani ne po themi zgjidhje urgjente dhe zgjidhje me afat ligjor, kaq. Tani lidhen me problemin që ngriti zoti Gramos, ne nuk kemi një edhe dy kontinerë, sipas inventarit që kemi bërë si bashki dhe unë si nënkryetar që ka mbuluar drejtorinë e shërbimit publike, janë 93 kontinerë, të cilët duhen hequr nga përdorimi. Dhe ajo që ngre zoti Gramos mund të jetë një të 93 që kemi diskutuar ne, që do të blihen të rinj sipas një fondi të përcaktuar nga ana e bashkisë dhe kontinerët që janë në amortizim nuk do të jenë në përdorim nga kompania e pastrimit. Kjo gjë është punë ditësh dhe punë muajsh sa të bëhet prokurimi që të zbëzohen të gjithë kontinerët e amortizuar. Faleminderit nënkryetar, atëherë mbledhjen e deklaroj të mbyllur. Faleminderit dhe kalofshi mirë.